إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Vetëm Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë dhe vetëm prej tij faljen, ndihmë, udhëzim kërkojmë. Salavatet, selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, vullin e pejgamberisë, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në atë ditë ku thot Allahu subhanahu wa ta'ala yawman la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Atë ditë nuk të bën dobi asgjë nga kjo botë, pasuri, pozit, fëmijë, vetëm ai që shkon tek Allahu me një zemër të pastër, me një zemër të përulur vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Të nderuar vëllezër, ai që ndalet dhe mediton në madhështinë e kësaj feje e sheh se sa Allahu subhanahu wa ta'ala i ka begatu ata të cilët janë pjesëtar të kësaj feje. Dhe nëse nalemi në çdo detaj të kësaj feje, të nderuar vëllezër, qoftë obligim, qoftë ndalesë, e shohim se si Allahu subhanahu wa ta'ala e bëri që këto obligime dhe këto ndalesa mos të jenë thjesht vetëm obligime dhe ndalesa, por t'i shërbejnë dhe t'i kontribojnë dobis, pra të jenë në dobi të njeriut. Qofshin ato dobi të jashtme apo dobi të brendshme. Pra të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa ta'ala nuk kërkojnë nga ne asnjë obligim që ta kryem, apo nuk kërkojnë nga ne asnjë ndalesë që të largohemi nga ajo, vetëm në vetvete përmbajnë objektiva dhe qëllime fisnike. Dhe e shohim që ai njeri që tregohet neglizhent ndaj parimeve islame, ndaj urdhëresave dhe ndaj ndalesave, me domos këto do të ndikojnë në të jashtmen e tij dhe në zemrën e tij. Gjindemi në stinën e verës. Allahu subhanahu wa ta'ala e bëri këtë stinë të nxehtë, e bëri që njerëz ta shfrytëzojnë këtë stinë me pushime, e bëri që njerëz në këtë stinë t'i shohin bukurit e Allahut subhanahu wa ta'ala, t'i forcojnë lidhjet me miq dhe familjar dhe kështu me radhë. Mirë po, si shkak i temperaturave të nxehta, shpesh herë të nderuar vëllezër, ekspozohemi dhe e testojmë veten tonë dhe vullnetin tonë ndaj angazhimit, karshi, moralit dhe etikës islame. Pra shpesh herë ekspozohemi ndaj mëkateve. Prej gjërave kryesore të nderuar vëllezër është se Allahu subhanahu wa ta'ala kur e ndaloj diçka, nuk e ndaloj vetë atë gjë në esencë, por ndaloj edhe çdo gjë që të çon te ajo gjë e ndaluar. Dhe kur flet për imoralitetin të nderuar vëllezër, çka thotë? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum. Thuaj besimtarve ta ulin shikimin dhe t'i ruajnë organet e tyre, sepse kjo është më mirë për ju. Gjithë e dim të nderuar vëllezër, fal rrjeteve sociale, në qytetin ton para disa ditë ndodhi një krim dhe si rezultat i atij krimi pra një person vdiq, dhe pas verifikime dhe kështu me radhë, siç i kemi lexuar në lajme, arsye ishte të nderuar vëllezër prostitucioni, imoraliteti dhe kështu me radhë. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala nuk tha ruani organet e juaja, nuk e filloi ajetin me kështu, por tha ulni shikimin
dhe ruani pra organet dhe largonu nga imoraliteti. Pra i parapriu me diçka. Allahu subhanahu wa taala, pra të nderuar vëllezër, e din se njeriu është i dopt. Dhe nëse e hap rrugën për një mëkat, njeriu do të bjerë në te. Mu për këtë vuni shumë masa preventive që njeriu mos të afrohet atij mëkati, sepse momentin që afrohet tek mëkati, gjasat që të shpëtoj para në atë mëkat janë shumë të vështira, sepse në vetvete njeriu është i dopt si krijes. Të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa taala tha ulni shikimet. Çdo ajet të nderuar vëllezër është margaritar në vetvete dhe duhet të ndalemi me ato ajete. Është interesant se Allahu subhanahu wa taala nuk tha keni kujdes në dëgjimin. Edhe pse kjo ka rëndësi ka rëndësi të vërtet në veçantë që njeriu të kujdeset çfarë të ndëgjoj. Nuk tha ruani gjuhët e tuaja direkt në mënyrë precise pra. Mirë po të vetmin gjatë çka tha, ruani pra ulni shikimin. Thuaj besimtarëve ta ulin shikimin dhe thuaj besimtarëve ta ulin shikimin. Arsyeja të nderuar vëllezër është tek dikush mund të jetë ulja shikimit, diçka sekondare, dytësore, trytësore kështu me radhë. Mirë po tek Allahu subhanahu wa taala kjo është shumë e rëndësishme, sepse shikimi të nderuar vëllezër është direkt i lidhur me zemër. Dhe nëse i shohim ajete tjera, Allahu çka thot për shikimin dhe zemrën, thot ja lemu thot kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allahu thot e din se çka hidhni ju gjatë shikimit, pra shikimin e hedhur Allahu e din çka shikoni dhe çka mshifni në zemrat e juaja pra. Shikimi të nderuar vëllezër është ngusht, pra Allahu e ka bërë një paralele mes shikimit dhe zemrës. Zemra të nderuar vëllezër është një organ që nëse zemra është në rregull, i gjithë trupi është në rregull. Mirë po nëse zemra nuk është në rregull, i gjithë trupi nuk është në rregull. Është fakt që mjekësia në aspektin fizik ka arrit me zbulu për smundjet e zemrës, smundjet fizike. Mirë po kur flasim për smundjet shpirtërore të zemrës të nderuar vëllezër, të vetmin ilaç, të vetmin shërim e gjim në Kur'an dhe në Sunet. Kur e përshkruan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zemrën, e ndan në dy kategori të nderuar vëllezër. Thot karshi mëkateve dhe thot tu'radul fitan 'ala al-qulubi kal hasiri udan uda fa ayu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Thot zemrës njeriut, zemrës së besimtarit apo zemrës së njeriut në përgjithësi i ekspozohen dhe i paraqiten mëkatet. Pastaj thot, siç thot një njeri thot, nëse do me ba thot një dyshek thot prej hasrave, prej shkopinve thot. Shkopi thot, ashtu thot i ekspozohen thot mëkatet thot zemrës së njeriut. Çdo zemër që nuk tregohet rezistente ndaj mëkatit, thot në të thot mbjellet thot një pikë e zezë. Dhe kështu vazhdon pikë e zezë. Një shikim, një mëkat, një shikim, pikë e zezë. Një mëkat, një kështu, pikë e zezë. Pastaj thot wa ayu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Ndërsa çdo zemër që tregohet rezistuese dhe nuk e pranon mëkatin, thot në të thot mbillet thot një pikë e bardhë. Derisa hatta tasiru ala qalbain, thot derisa të bëhen thot dy zemra. Një zemër thot abyadi kas-safa, e bardhë thot si guar i lmuar, la tadurruhu fitnatun ma damat as-samawati wal ard. Nuk i ban dëm kësaj zemre mëkatet, ekspozimi mëkateve dhe kështu me radhë, derisa të jetë qielli thot edhe toka të ekzistojë. Mirë po thot, ndërsa thot kemi thot një zemër thot dhe zemra thot e tjetër thot wal akhiru thot aswadun dhe tjetra thot zemër thot e zezë. Mirbadan kelkuzi mujakhia, thot bahet thot e zezë thot si një enë thot e përmbysur thot. La ya'rifu ma'rufa
wala yunkiru munkara illa ma ushriba min hawahu. Thot bëhet thot si një enë e përmbysur, as nuk e din të mirën, as thot nuk e din të keqen, vetëm atë të mirën thojza dhe të keqe shka shkon për dëshirat dhe epshet e këtij personi. Pra të nderuar vëllezër, me këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon realitetin e njeriut karshi mëkateve. Pra kemi dy zemra. Një zemër që njeriu vazhdon dhe reziston ndaj mëkateve, dhe çdo rezistim, një pikë e bardhë dhe e kundërta. Një shikim, një mëkat dhe kështu me radhë, deri thot sa bëhet si një enë e përmbysur. Vallë të nderuar vëllezër, çfarë njeriu mund të shtinë në një enë të përmbysur? Asgjë. Kështu thot bëhet edhe zemra thot e njeriu thot kur vazhdon me mëkat pas mëkati. Pra të nderuar vëllezër, njeriu duhet me qenë i kujdesshëm se çka apo ku e hedh shikimi. Sepse shikimi të nderuar vëllezër është begati nga Allahu subhanahu wa taala. Kur flet për dhuntitë e njeriut, për dhuntitë e njeriut, Allahu në Kur'an thot: "Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn." Ne thot ai dham atyre dy sy, pra njeriut e begatua me dy sy, me gjuhë dhe buzë. Shtrohet një pyetje shumë e thjeshtë: a kishte pas kuptim jeta e njeriut mos kishin pas sy? Çfarë qëllimit, pra çfarë kuptimit kishte pas jeta? Ti pyesim ato që Allahu subhanahu wa taala i ka sprovuar dhe janë të privuar nga kjo dhunti kaq e madhe. Mirë po edhe një pyetje tjetër, pasi Allahu na begatoi me këtë dhunti kaq të shtrenjtë, a do të thotë se nuk do të merremi në pyetje për këto dhunti? Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Thot me të vërtetë thot, shikimi, ndëgjimi dhe zemra, për të gjitha ato do të merreni thot në pyetje. Pra të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa taala na begatoi me shikim dhe na krijoi në formën më të mirë. Mirë po njëkohësisht çka na than tërheqi vretjen kur flet për shikimin dhe çka thot? Wala tamuddanna aynayka. Thot mos e hedh shikimin thot tek ato gjëra kalimtare që Allahu thot i sprovoi disa njerëz. Linaftinahum fi. Pra ule shikimin. Dhe kur flet për besimtarët se si ato e shfrytëzojnë shikimin të nderuar vëllezër, çka thot? Alladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Thot o Zot, na jep thot heblana, na dhuro prej neve, prej grave familjeve tona, trashëgimtarëve ton, heblana azwajana wa dhurriyyatina qurrata a'yun, qetësi të syve. Na ban qetësi, familjet, fëmijët dhe kështu me radhë trashëgimtar thot, na ban thot qetësi të syve. Pra kur themi kjo gjë me t'i kënaq syt. Pra Allahu kërkon nga besimtarët që familjet, fëmijët, gratë dhe kështu me radhë të jenë pre dhe qetësi e syve dhe asesi mos të jenë shikimi në haram dhe në gjëra të ndaluara qetësi për sytë e besimtarit. Si thashtë edhe më herët të nderuar vëllezër, dikush mund ta llogarisë shikimin diçka shumë sekondare, po them kushtimisht. Mirë po thash, derisa Allahu subhanahu wa taala ka kërkuar që ne ta ulim shikimin të nderuar vëllezër, të jeni të bindur se gjëja është shumë e rëndësishme. Dhe nëse ndalemi pak të nderuar vëllezër dhe e shohim qëllimin pse Allahu e ndaloi dhe kërkoi nga ne që ta ulim shikimin, thot një dietar Ibn al-Qayyim al-Jauzi kur flet për shikimin thot an-nadhratu thot yurithu al-khatira. Thot shikimi fillimisht thot gjeneron mendim të çastit. Wal khatiratu yurithu al-fikra. Dhe mendimi i çastit krijon thot ide. Wal fikratu yurithu shahwa. Dhe mendimi thot, ideja thot krijon thot dëshirë. Wal irade yurithu thot al-azima. Dëshira thot krijon thot vullnet. Dhe vullneti thot e krijon thot veprën. Pra fillon si mendim, pastaj hidhet në ide, pastaj hidhet në dëshirë, pastaj hidhet në vendoshmëri, pastaj hidhet në vepër. Pastaj vazhdon dhe thot dhe nuk ka çka pengon këtë gjë vetëm ai që është pra i sinqert në atë gjë
Dhe çka thotë të nderuar vëllezër, shumë një fjalë me rëndësi. Thotë, durimi në uljen e shikimit është shumë më i lehtë se sa pasoja që i sjell shikimi në haram. Vuajtje, Allah na ruaj, dënim, pra siç e dim, pra s'ka shumë, pra çdo gjë të nderuar vëllezër fillon pra prej shikimit. Pra të nderuar vëllezër, siç thash, Allahu subhanahu wa taala ku na ndalon diçka, thjesht na ndalon edhe gjërat për të cilën shkojnë tek ajo gjë. Kur e ndaloj alkoolin, pra i mallkoj edhe ato që janë përreth alkoolit, ai që e shtrydhen alkoolin, ai që e bartën alkoolin, ai që e shërben alkoolin dhe kështu me radhë. Kur na obligoj diçka të nderuar vëllezër, po ashtu na obligoj edhe për gjëra pra që njeriu ka mundësi t'i veproj. Dikush, edhe jam plotësisht i vetëdijshëm të nderuar vëllezër, se jeton me një mes ku është vështirë që njeriu ta të jetë i kujdesshëm tek shikimi. Mirë po, ashtu siç jam i vetëdijshëm për këtë gjatë të nderuar vëllezër, të jeni të bindur se pasi Allahu subhanahu wa taala kërkon nga ne që ta ulim shikimin, është diçka që është e mundur, sepse Allahu subhanahu wa taala nuk e ngarkon njerin ma shumë se sa ka mundësi. Faktin që Allahu kërkon nga ne që ta ulim shikimin të nderuar vëllezër është diçka e mundur. Mirë po, duhet disa mekanizma të ndjekim pra që të arrijmë një rezultat. E para të nderuar vëllezër është çdo herë na shoqërojnë neve mbikëqyrja e Allahut subhanahu wa taala. Allahu na sheh. Na shoqëroj se ne do dalim para Allahut subhanahu wa taala dhe këto sy do të flasin dhe do të dëshmojnë para Allahut se çka kemi shiku. Pra, të turprohemi para Allahut subhanahu wa taala në këtë dunja dhe mos të shikojmë në haram, dhe si rezultat i kësaj këto sy nuk do të dëshmojnë pra në ditë kiametit se kemi shiku haram. E dyta të nderuar vëllezër është se të mundohemi mos të ekspozohem në vende të ndaluara sa të kemi mundësi. Sepse siç thash, dikush e merr shikimin diçka çështje shumë të thjeshtë. Mirë po, derisa Allahu subhanahu wa taala na ka kërkuar nga ne që ta ulim shikimin dhe shikimin e ka lidh direkt me zemër dhe ka thënë e din çka më shef zemra dhe e din se çka shikon syni, këto janë dy paralele të nderuar vëllezër shumë të rëndësishme që ashtu siç ka rëndësi zemra tek njeriu, ashtu ka rëndësi edhe ulja shikimit. Pra të nderuar vëllezër, e lutim Allahun subhanahu wa taala me na bën nga ato që e ulin shikimin dhe shpresojmë ta shikojmë fytyrën e Allahut subhanahu wa taala dhe nuk është etike dhe nuk është e bukur që me këto sy që shohim harame, me këto sy që shikojmë gjëra të ndaluara, të shpresojmë dhe të shikojmë në fytyrën e Allahut subhanahu wa taala, sepse në zemër nuk bashkohet dashuria për Allahun dhe shikimi në haram dhe në gjëra të ndaluara. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il mu'minina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal